Përshëndetje të gjithëve, sot do flasim për një temë të rëndësishme për gratë që po përpiqen të kenë një shtatzani të shëndetshme. Aspirina dhe roli i saj në parandalimin e abortit spontan. Si gjithmonë mos harroni, unë nuk jam mjeke dhe ky informacion është vetëm edukativ dhe për vendime personale gjithmonë konsultoheni me ginekologun tuaj. Atëherë, aspirina me një dozë të ullët, që zakonisht shkon nga 75 deri 100 mg, përdoret nga ato gra që janë në 3 mujorin e parë dhe që kanë një historik me aborte spontan. Sepse aspirina ndihmon në mënyrë të ndryshme që mund të bëjnë ndryshimin për të mbajtur atë shtatzani. Në disa gra, gjaku nuk qarkullon mjaftueshëm drejt mitrës dhe placentës dhe aspirina i hollon pak gjakun, duke ndihmuar që oksigjeni dhe ushqyesit të arrijnë tek embrioni. Por ka dhe disa gra që kanë probleme piksjes së gjakut. Dhe kjo mund të shkaktoj humbje të përsëritur të shtatzanisë. Edhe aspirina mund ta uli këtë rrezik. Por ka dhe një efekt antiinflamator. Inflamacioni i lartë mund të bëjë mjedisin e mitrës jo të favorshëm. Dhe ndihma e saj mund ta bëjë ambientin më të mirë për embrionin. Edhe pse përdoret në shtatzaninë e hershme, prap nuk i këshillohet të gjitha grave, sepse prap mund të ketë një gjakderdhje të shtuar, probleme me stomakun, ka shumë njerëz që kanë një alergji ndaj aspirinës, kështu që gjithmonë duhet një mjek që t'ju ndjeki për këto gjëra. Por tani do ju them pak eksperiencën time. Do bëj një video pasafat ku do t'rregoj të gjithë historikun tim me shtatzaninë, se prandaj jam pak e fiksuar me këto tema. Se më të vërtet i kam kaluar pothuajse të gjitha. Edhe kur isha e vogël, kur isha e re, edhe kur mendoja që një ditë do kisha fëmijë, nuk e imagjinoja kurrë që do ishte kaq e vështirë. Sepse i shikoja të gjitha gratë në familjen time që sa u martonin, ngelin shtatzane. Derisa unë kam pasur gjithmonë të historikun e, ngelja shtatzane, po nuk e kalon të javën e 6, java 7. Njëherë shkoj keq fare, shkoj deri javën e 12 dhe ajo më shkatroi fare. Edhe ajo që më ndihmoi, tani nuk e kam, sepse më të vërtet nuk është e sigurt, është thjesht që ti mund të bësh teoritë të tuaja, po unë e ndjej që ajo që bëri diferencën të mua, që e bëri që unë ta vazhdoja shtatzanin, ishte edhe ndihma e aspirinës. Unë përdora një aspirin 81 mg, edhe mjeku në fakt më këshilloi 2 doza, do më thonë, më tha që deri në një farjave duhet ta vazhdoj me 160, do më thonë akoma më shumë, sepse kisha një historik humbjesh të rëndësishme, kështu që mbas edhe moshe që kisha, kështu që unë e vazhdova me 160, edhe mora dhe një suplement me progesteron, që është një hormon. Mbase do bëj një video pasafat dhe për atë, sepse edhe ajo ndihmon shumë për mitrën. Do të shpjegoj pak më mirë në një video tjetër. Por kjo është pak historia ime me aspirinën. Tani, kur ngela shtatzane,
Unë kisha lexuar kaq shumë mbi këtë gjë, kaq shumë, edhe të gjitha këto forume të huaja që ishin në gjuhën angleze, të gjitha këto gratë thonin që aspirina i kishin ndihmuar. Edhe thash, do e provoj, nëse ngel edhe një herë shtatzane, thash, nëse do Zoti edhe një herë të më japi këtë mundësi, do e bëj këtë gjë. Edhe bëra një gjë shumë të keqe, shumë të keqe, që nuk duhet bërë, nuk ju këshilloj ta bëni, që unë sa ngela shtatzane, fillova direkt aspirinën. Edhe kur shkova te mjeku, pastaj ishte java 8, dhe më pyeti çfarë po merr tani, thash po marr aspirinën. Kush ta tha ti që ta marrësh aspirinën? Po thash vetë mora. Thash lexova dhe mora. Ma bëri kokën kaq, nuk duhet ta bëja vetëm, më shumë rrezikshme, po pastaj dozën më dha dyfishin, kështu që mbase e bëra mirë, por në të njëjtën kohë bëra keq sepse duhet të kisha pasur një mjek. Me sa duket, sepse mund të jetë rrezikshme për shumë faktorë, për gjakderdhjen, edhe si thash, ka shumë njerëz që kanë dhe probleme stomakun, prandaj në qoftë se vendosni të merrni aspirinë dhe në qoftë se mjeku juaj ju thotë të merrni aspirinën, gjithmonë në darkë pasi keni ngrënë. Do të thonë barku duhet të jetë plot, direkt pas ushqimit, por në darkë. Edhe kaq, kjo ishte e gjitha mbi aspirinën. Edhe mund të lexoni vetë, ka shumë grupe dhe në Facebook që flasin për shtatzaninë, edhe ka shumë gra që më të vërtet i ka bërë një diferencë shumë të madhe, kështu që nëse keni një historik me humbje, me aborte spontan që më të vërtet mund të thyen zemrën, nëse ti po e kalon në këtë moment edhe po dëgjon, po shikon këtë video, më vjen kaq shumë keq për ty, e kam kaluar vetë gjitha të herë dhe çdo herë të thyet zemra të bëhet sopa. Sepse pastaj fillon dhe dyshon dhe veten tate dhe mendon që mbase është faji jot, mbase nuk je duhur për të pasur fëmijë, mbase Zoti po të tregon një sinjal, po jo, e vërteta është që thjesht ndonjëherë duhet një ndihmë. Edhe mbase është kjo, mbase është aspirina, mbase është progjesteroni, mbase thjesht duhet bësh analizat komplet që fatkeqësisht në Shqipëri kushtojnë aq shumë që nuk e kuptoj si ka mundësi që i vënë këto çmime kaq absurde. 500.000 lek analizat për trombofilin, më duken që sharake. Bëra një vizitë para ca ditësh me një mjek specialist, Gjoja, kushtoi 210.000 lek, edhe zjati 5 minuta, i thua 20.000 lek minuti. E kupton apo jo? Jemi në Shqipëri, ku rroga mesatare është 600.000 lek, 700 maksimumi. Nëse kjo është muhabet tjetër. Por nëse mjeku juaj ju ka këshilluar aspirinën, më shkruani pak se si ndodhi, çfarë doze ju tha, kishit bërë ndonjë analizë përpara, më thoni pak, më tregoni pak. Dua të di më shumë. Ju përshëndes, edhe nëse keni ndonjë pyetje, më shkruaj. Ciao ciao.